Trump kërcënon hapur Aleksandar Vučić. Nëse sulmon Kosovën, ju nuk bëni tregti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Donald Trump përmendi sërish Serbinë dhe Kosovën në konferencën për shtyp. Trump tha se ka punuar shumë dhe nuk e di nëse ka ndonjë president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka punuar më shumë se ai në lidhje me dy shtetet. Trump tha se i ka bërë presion në Serbisë dhe ndalje të tregtisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse do të sulmonte Kosovën dhe të ndodhte një luftë e madhe. Presidenti amerikan ka deklaruar se pas kësaj ata ishin zbrapsur. Kemi bërë shumë punë. Nuk e di nëse ka ndonjë president që ka punuar më shumë se unë. Serbia dhe Kosova do të shkonin drejt saj, do të ishte një luftë e madhe. Unë thash që nëse ndodh kjo, ju nuk do të bëni tregti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata thanë që shiko, ndoshta nuk do të shkojmë drejt asaj. Kjo ndodhi edhe me Indinë dhe Pakistanin, tha Trump. Presidenti amerikan Donald Trump para 2 ditësh kishte përmendur Serbinë dhe rrezikun që shteti serb të niste një përplasje. Ne përfunduam me Serbinë, e cila ishte gati të fillonte një përplasje, kishte thënë Trump.